Mbrëma nderuar shikues, ku jemi përsëri këtu në podcastin Okult. Sot kemi rubrikën Aktualitet, ja me të ftuar me mikun ton të emisionit ton, me të ftuarin special Marsit Gupi, pedagog dhe avokat për çështje civile dhe private, kush ka çështje të ndryshme delikate, mund t'i drejtohet avokatit Marsit Gupi. Para se të fillojmë emisionin, doja të falenderoja të gjithë sponsorët tanë, emrat e cilëve dalin në krahun tim. Kush ka ndonjë sugjerim ose ndonjë mendim, mund të na shkruajë numrin ton telefonit gjithmonë në WhatsApp me mesazh, çfarë shikojmë ne të arsyeshme, sigurisht që do të përgjigjemi. Gjithashtu dua t'i kujtoj të gjithë ata që ende vazhdojnë ta shfrytëzojnë frikë të kanal dhe nuk kanë bërë ende subscribe, ju them të arzojnë gurin e Sizifit, të ngrejnë gishtin me vështirësi të madhe, nuk paguan as $1.000.000, as $100, as $1, është thjesht me buzëqeshje dhe me dashuri, një klik, subscribe, mos harroni miqtë mi. Marsit, kisha dëshirë të flisim një çikë për këto ngjarjet e brendshme, meqense ti mund të flasësh dhe për gjeopolitik dhe për ngjarjet e brendshme, po meqense shumë të ftuar të mi nuk kanë qef të flasim për ngjarjet e brendshme, sepse ndjen veten më mirë në këto të jashtmet. Unë mendoj që më shumë të ezoroj me ju këto problemet e brendshme, sidomos edhe për shkak të profesionit, që jeni avokat, për të folur një çikë mbi aktivitetin e spakut këto kohët e fundit. Jam bërë disa gjyqe, ka disa të penduar dhe kanë dalë në pa shumë gjëra dhe kanë ndihmuar për këtë, sigurisht përveç punës së prokurorisë dhe organeve të zbulimit të krimeve si policia, por më shumë kanë dhënë ndihmes këto regjistrimet që kanë qenë për këto telefonat në këto çajin, këto programet të dekriptuara që mbajnë dhe që tashmë këto policitë ndërkombëtare, prokuroritë ndërkombëtare ja kanë vënë në dispozicion spakut i cili merret me goditjen e krimit organizuar. Çfarë ka dalë nga këto? Është ky Alibea që është i penduar. Erion Alibej. Erion Alibej, të cilit i kanë vrarë familjen për ata që nuk e kanë dëgjuar me gjithë. I kanë vrarë vllajën, dajën edhe disa të afërm edhe një cilëve dhe i shtetas turk në atë që quhet ose konsiderohet si masakra e Bradasheshit. Erion Alibej, çfarë konkluzione ka arritur? Se shumë beta kanë folur për këtë, e kanë trajtuar, po unë kisha qef me atë këndvështrimin më makro dhe me ato konkluzionet më makro të cilat ti jeni gjendje të bësh deduksione. Çfarë tregon kjo për situatën e krimit të organizuar në vend? Vej mrej, siç e kam thënë në podcastin tënd, pasi këtu është një zonë, podcasti Okult është një nga zonat në të cilat fara mund të mbillet edhe mund të nxjerrë me vërtet frytet e dritet fidane. Pse? Sepse është një zonë e cila ka dimension e lirisë dhe të jep shtysen që thuash disa të vërteta që në media të tjera, në podcaste të tjera nuk guxojnë ti thonë. Jepi. Ose ti të falenderoj. Dhe ti ke një shprehje se ne si ma ke kujtuar ku ka filluar një projekt me mikun tim dikur që se ne ka thoshte që do ta themi të vërtetën edhe sikur ta dim që do digjet e gjithë Roma. Edhe unë mendoj që kjo është detyra morale më e madhe që kemi. Duke u lidhur tash tek situata në Elbasan. Është një situatë që tregon Fredi lidhjen midis tre poleve të pushtetit, biznesit, politikës dhe krimit. Unë kam thënë gjithmonë që politika ka nevojë për vota dhe për kapital. Biznesi ka nevojë për mbarues, të cilët bëjnë përmbarim në borxheve, friksojnë qytetarët, ushtrojnë presion mbi bizneset e tjera, mbi konkurrencën, dhe krimi ka nevojë për para dhe për suport nga ana e shtetit. Biznesi ka nevojë edhe për lehtësira. Diskutohet ato janë parsore dhe nga politika dhe administrata. Politika do para dhe vota. Ka që thjesht është financim për fushatat për këto edhe vota që i mundson grupet kriminale. Ato të tre janë të lidhur. Për shtetin apo për xhepin e tyre? Për xhepin e tyre, mëse për shtetin si bien biles ata ku ti grabisin ato të shtetit. Kjo tjetër arsye thua që këta luftojnë aq shumë për të. Si diskutohet, po mos jetë. Unë kujtova se këta Disney kush ti bën më shumë shërbime shqiptarëve. Po, ti ishte ajo situatë, ishim si Suedia, si Danimarka tash. Se këta kështu thonë, unë jam i zoti se ky për të ofruar qytetarëve shërbime më të mira, më cilësore, më. Besoj të e kupton që këtu kemi 33 vite gati. Jo, këtë nuk ta bëj këtë pyetje unë, ta bën populli. 33 vite vllajim, ti e di që këtu kemi një klasë politike që është e njëjta.
Dhe më thuaj një nga ata, i cili ka pasur guximin të dalë para qytetarëve të thotë, dëgjoj, unë jam përgjegjës për këtë situatë. Mbase jo me veprime aktive, por për faktin se nuk kanë vepruar siç duhet, kanë ardhur këto pasoja. Asnjë se ka bërë. Flamur Noga ka 33 vite që është atë. Albana Vokshi, Sali Berisha, Edi Rama, Albana, jo Ajdara. Albana. Albana. Jo skurse Ajdara. Jo. Ky Edi Rama, Erion Braçe, Monika Kryemadhi, gjithë që dëgjoni nga këta që thotë shiko. Edhe un kam peshën time të fajt në situatën si është Shqipëria. Qoftë për krimin, qoftë për biznes, asnjë. Secili thotë që ti ke ky të vi unë, se unë e bëj më mirë, se kur isha unë ishte më mirë. Pra do të thënë këta duan një rreth vicioz që secili edhe Edi Rama kështu mund thotë. Po të vi Sali Berisha do thotë vi pra punë. Ora më që përmendë këtë Erion Braçën, çan ndodhi aty se pas sa skena në televizor, kështu që siç e kanë zakon ishin ca gra kështu të moskuara me kapuç në mes të vapës, me çanta në burrë si vraponin. Dhon patronazhim. Çka kishin aty për çanta? Patronazhim, ai ishte sistemi me fil patronazhimi, me para, me lista, me gjithë infrastrukturën me. Po kam pasur ato listat e trenit bullgar, kështu që listat po fotot e trenit bullgar. Po ta se shiko situata Ali Bejt është shumë interesante atë. Ali Bejt tashmë që i cili është bërë ky Leoni që më katolik se papa kështu kur del flet kështu në për Facebook, në për kështu, që si sigurisht moralist i madh, bën moral kështu, jo vetëm me opozitën, po dhe kundër vetëve kështu i kritikon. Shiko, Josef Fusheja ka thënë shprehje të bukur, një femër e cila nuk pyetet për moralin dhe predikon moral, i bie thotë që ka një turp shumë të madh për të fshehur, përderisa e predikon pa e pyetur dikush. Kështu që edhe këta që mundohen të predikojnë ligjin të drejtën të mirën, pa e bërë njëri si pyetje. Për shembull në një emision ti mund të aftosh flasësh për gjeopolitikën, e kalon se shiko se gajere drejta se këta që s'të pyet njëri më dha, pse do? Shiko, do të tregoj një histori nga jeta ime në Kuvend. Ma thuaj. Ishte viti 92. Dhe ishte ky Aldo Barja nga Lushnja, kështu që kishte fuqi të madhe. Një nga fuqitë më të mëdha, kishte edhe komisariatin numër 2 përballë komisariatit policisë, bënin ligjin. Ky Erioni ishte ande kështu edhe kishte miqësime atë, edhe këta KPD-ja e kishin frikë. Paktën kështu flitesh atje, kupton, që ka grupin Aldo Barës, ky kupton. Mirë po, mua më quanin kështu si intelektual budallak, kupton. Si që cilësojnë intelektualet gjithmonë në të i lojë vëndë. Lehet mbajnoj fjalim ky djalka, ky profesori theshin aty. Lehet mbajnoj fjalim. Edhe unë futoj projekt ligj për dëmshpërblimin e ish të burgosurve politik me Pjetër Arnorin, edhe më thot Pjetri me që unë kam konflikt interesi, mbroje ti tha. Se duhet ta mbroja, kishte bërë iniciativën ligjvendëse. Propozimin ligjor. Unë kam pasur shumë iniciativa ligjvendëse. E di sepse i kam ndjekur. Ndoshta jam në historinë e parlamentit. Dhe duhet bëhet disa podcastesh vetëm për aktivitetin. Jam deputeti që kam futur më shumë projekt ligje nga të gjithë. Edhe shumë të rëndësishme. Edhe dola unë mbrojta, Pjetri nuk pranoi të fliste, edhe mbas me Del Berisha, po situata e parlamentit ishte shumë e nder. Këta ishte burgosurit kërkonin të pagueshin, të dëmshpërbleshin për punën pa pagesë me drejt. Edhe po bënin presion të madh, ishim mbledhur 2-3.000 veta, 1.000 veta, ku diun sa atje, po tash për agresiv me polici, kishte kohë që zgjaste kjo gjatë kohës që diskutoheshe projekt ligji në për këto komisionet. Edhe sa herë fliste Berisha, ne kishim ja 4 muaj që kishim hyrë, se në 2001 nuk hymë në shtator, ja 2-3 muaj. Bëm bojkot. Edhe hymë nga fundi dhjetorit, duket a fillimi janarit 2002-shit, dhe nga muaj mars-april u shqyrtua kjo. Edhe Berisha kishte 2 muaj që kur fliste e kishte në kratë majtë të Erionin, me gjithë të taulën ndedën. Dhe të ty ata bashkë e sulmonin vazhdimisht. Dhe ky shikonte vetëm këte nga një resht kishim në të kraut djathë edhe pak në fund në reshti mezit, pak deputet. Edhe ky gjithë kohës Berisha shikonte vetëm te. Ai nuk e linte të fliste. Si ato konet. Kam. Ky Erion Braçe. Berisha si kthente asnjë llaf. Edhe unë thesha, ky e në blefson këta, apo i ka frikën të shonë, Berisha të ketë frikë, të thash. Berisha e kështë frikë. Kështë frikë, Po, edhe nuk i kthente asnjë përgjigje. Po ti fliste ndonjë tjetër, gjithë dhe u kthente, aty jo. Se kthente? Jo, ai u vra një me mbjemër bano, një 2 policë të krimeve, fliteshe që kishin dorë këta të bande Lushnjës, dhe e kishin shumë frikë këtë Erionin, po. Dhe, më falë, edhe
Dhe se janë shikuese kanë pyetje mas edhe ata. Po, edhe unë tash ju revoltova se ishte një projekt ligj që unë e kisha bërë me qef të madh, kupton, se kemi pasur njerëzit tanë kështu, kupton, plus pastaj edhe partia nga vinja unë. Ideologjia politike që ishte po. Unë tash u mërzita, Berisha mbaroi fjalën ai Selinde, i thashë Al Pacino, o aktor, i thashë ku pyet ti për, i thashë sa të vërtetë ai në fakt. Po. I thashë ku pyet ti për të persekutuarit, o ish komunist, i thashë po ty ta do punat sot për të bërë politik me ta, për të siguruar votat e tyre. O Al Pacino, do ta kishe lënë Al Pacino pa punë, ti thashë po ti ishte në Hollywood e kështu. Edhe ky s'fliste fare Berisha, asnjë llap. Po ne tash na interesonte fjala e Berishës, se ishte janë aktori kryesori i opozitës. Edhe i them unë këti ishte ky Namik Doklja, kryetari i parlamentit. I them unë, o kryetar, se unë kisha drejt flisja sa desha, se isha autori projekt ligjit. I them unë, ma e qik fjallën nga vendi, mora mikrofonin unë, edhe i them, ora, që janë këta që flasin pa leje që përsëritin gjithmonë, edhe mora një regulore aty, thash, regulorja, ne një kaq pika kaq, thot që kur një njeri flet pa leje, paralajmërohet. Pastaj në qoftë se përsërit përjashtohet nga seanca. Etapat administrative. Në qoftë se vazhdon dhe në seanca të tjera, mblidhet, domethënë merret vendim aty në ai grupi kryetarëve të grupeve parlamentare, që e përjashton me 15 ditë deputetin që bëhet shqetësues për atë që flet nga vendi, kupton? E thash unë, ç'është një atje, e thash unë që flet, e thash unë, një surat mia atje, e thash një i qetur me ca leshka si nazi skini, thash unë. Këta të pëdesur kthyen këtu po më shikonin mua. Si ata. Edhe thanë tashi Fredi, profesor naiv, si di lidhjet e këtij, kështu ti ç'do t'i bëjnë tha. Po, unë i dinja gjitha lidhjet e pyesnia për ato. Edhe unë kisha lidhjet e mia, kush më trazonte mua, dëgjon ti. Edhe i them unë ngrit ky Erioni, tha mua, tha, me ka e këti Fredi, tha. I thash unë, me ty e kam, i thash, dhe kur flasësh me mua, i thash, që më kem, mos fol ullur, i thash, më kem ishte, për nga që ishi shkurtër. Do ka sigurisht ta ullur. Këpëton. I do shë ti që t'ja vinë. Edhe këta fillon po qeshin këta të pëdes. Edhe tham, Fredi debil, po da dha, si di lidhjet e këti, kështë e dita shia. Edhe Berisha mori zemër aty. Edhe tha, mirë, do theme unë ja dy lafe, dhe unë ngrit atje dhe tha, e di, tha, ti Alfred, tha, se kush është ai, tha. A i tha ka që gjëpisti mi math, tha, i linjës kombinat kitë në studio, tha. Dhe kur rynde kënë autobus, tha, e zinde të merin, se fillonin gjithë pasagerët dhe shin ka yra a i du t'i math i kombinatit ja beri. Edhe ky, në gjyqi, tha, dhe janë akoma në gjyqi atërë më duket, vazhdojnë me seansa, kthejnë gjyqet kështu. Erioni. Ky dashi, do më thënë, kaq pëda e mbaruar është. Do më thënë, Erioni u vjedh votat Erioni. Kupton? Akoma Erioni që vjedh Tiranës, në mes të autobus. Imagjinoje pëdaja sa e mbaruar është. Kupton? Edhe jemi Gjanës, për shembull, kur fliste ndonjë Remini, që fliste ndonjë gjë, edhe ky që këte se kishte paralel, kështu, ai ishte nga rreshti më tank ky këte. E i theshte, o Jemin, i theshte mbyllë se ti litri pa të shpejtun ty, i theshte. Jemi një gak, ja, dhe i kështë, ja, dhe ishtë, kupton, pëda e mbaruar. Për dhe Strazimir atë e që e shajti, me Tom Doshin, që i vanë të dy, edhe kjo ka qenë, të videot, Erion Braqa. Imagjinoj të ashtë të bëj presion, Erioni ka që të mbaruar e në këta të pëdes, kupton. Nese... Edhe flamuri që bëmë shumë kote Erioni e kam parë, që një 2-3 herë i kthehet nokës. Po ja ma mund t'i kthehet, po jo të kem frikë të flasin ata nga Erioni, por ti vjedh Erionin mes të... Po ti vari 10 veta militante tje, se ti në mbrojtje. Kur e shikon që ata bën trenin bulgar, po ti ku i ke njerëzit ata? Pra i bagjedon. Si shikon ti kur i thresin i marrin me njanë jo ti botën, keti një njeri ta infiltrosh. Vetëm kur e mendon, ai që është timonieri trenin bulgar. Në mes atje, kupton? Është Erion Braqa, e kupton? Policia! Alo, policia! Nuk po vjen policia! Po ti përse e ke njerëzit atje? E drejtës. Po don, s'vjen policia, lajmërohet, thoj për 5 minuta, po se erdhët, do ta bëjmë me do ta zgjedhim vet, kupton? Edhe kapja ato çantat, shtrija atje në tokë, hapi çantat. Si thoshte Belin polici. Si thoshte na iku me vrap, thoshte Belin. Na ikën me vrap. Kupton, pëda e mbaruar. E drejtës, e drejt. Po për të ardhur te ky tipi i Elbasanit, Erion Alibek, ky Fredi është vërtet që ka qenë shumë aktiv, edhe ka pasur lidhje të jashtëzakonshme me këtë botën e errët vrasëve me pagesë të grupeve. E ka qenë shumë gjak ftohtë dhe shumë i kujdesshëm. Krymi e ka pas pseudonimin nga që në kuptimin që rri poshtë tokës, siç krimat rrin poshtë gurve, poshtë tokës se nuk kuptohen, se njerëzit kujtojnë se ka krim nga që është i dobë, jo, e kanë kuptim që është i padukshëm.
Dhe është njeriu i cili pagunte pafund edhe të atyre që dinë që ka Ku gjente gjithë ato para, se ky ka qenë shumë korrekt me pagesë. Ka pasur vllai vet, ai që e vran, që ka pasur pseudonimin Tarzani, Elton Alibej, ka qenë një nga njerëzit e parë që ka punuar shumë fort me Po mirë, kur di që biznesi u ndërprer. vazhdoi. Mafia kështu e ka. Vazhdoi sepse këta kishin çunë në hallës, çunë në Dajës, janë disa Andi Zylyfi që janë vrarë në Belgjikë, këta kishin linja në Ekuador, në Belgjikë, në Antwerp që e fusin port, ishin kudo dhe këta u vranë avash. Ti u vranë shumë kushërinj në vitet masi u vrar vllai vet. Ata financonin këta, ky rinte kryetari. Këta ishin krahë këti, ky rinte këtu. Dhe këta kanë pasur një konflikt me Suel Çelën, me grupin e Suel Çelës. Nuk dilte fare, lindej mbyllur në shtëpi. Ka pasur një agjash këtu blinduar, atet më fal, dhe po të kesh parasysh kur dojën të s'ka encrochat, kanë qenë disa biseda ku Talo Çela i thoshte këtit një nga pjesëtarëve të grupit vet që ta bëjmë rrugën me naftë, sepse ka qenë shumë shpejt, është makinë e blinduar, ai do përplaset thoshte, do dalin nga rrugat për aksident. Dhe pastaj mund shkojmë të ekzekutojmë se nuk kemi çfarë bëjmë nga që ka të blinduar. Dhe ky kur ditë lëvizte shumë shpejt, ka pasur një atet të blinduar, ka qenë një nga atetat e para në këto të fundit, jo atet shumë e vjetër. Ky dilte i shoqëruar dilte me dy veta gjithmonë. Ka pasur një kushërinë e vet dhe një person i cili e mbante shofer dhe ky tashmë është marrë vesh makinë tjetër para ose mbrapa. Fare, vetëm një atet e blinduar dhe ose ky ka deklaruar tashmë vetë që thotë që un kam dalë edhe si i maskuar si motorist picier motor. Dhe mbaronja punën thotë duke dalë ashtu i maskuar që bëja pagesa. Po mirë që nga dilte kështu ky i maskuar nga shtëpia. Nga poshtë ka pasur garazhin. Ky thotë që zbritja poshtë, hyrja motorit, i veshur ndryshe me rroba thjeshta kështu e dilte. Plus se këta kanë pas shumë pasuri të patundshme në Elbasan, i kanë pasur, i kanë akoma dhe në Talo Çela ky shumë i rrezikshëm ky morti. Ky ka qenë ekzekutor. Shiko, këta kanë filluar është e vërtetë. Ky ka vrarë edhe ato gratë. Ka vrarë pafund. Ky ka qenë edhe grabitja që është bërë në Rinas. Po, dhe në Rinas. Ku është vrarë ai? Do është ky dhe gjithë ata duan ta vrisnin ta dhe i vetmi njeri që ka shpëtuar. Në botën undergroundit flitet që nuk ka shpëtuar, thuhet që mund të jetë i murosur diku, njësoj si me një vrasës me pagesë nga Fushkruja, i cili dyshohet që ka qenë dhe atentator ose pjesëmarrës në atentatin ndaj Emiliano Shollazit. Një personazh që flitet që ka qenë tek vrasja e bankierit Santo e tjerë. Shiko, personazhet si Talo Çela, Fredi, për shkak të njohurive dhe të lidhjeve, janë rrezik të lesh gjallë se përfundojnë si Nureddin Dumani, se këta nuk kanë kod moral në kuptimin e krimit. Ta edhe pavarësisht ato që të ekzekutojnë, këta për të shpëtuar 10 viteve burgit tregojnë gjitha. S'kan parime, s'kan dhe ata që janë bose pas momentit. Pastaj ti shikonte dëshmitë e Nureddin Dumani. Nureddin Dumani si thosh prononte për gjithë grupet. Pra prononte dhe me kundërshtarin tënd, dhe për ty, dhe me kundërshtarët e dy të tjerëve. Kushdo që je para kanë mercenar. Këta janë mercenar. Edhe do informacion. Kishte bërë sa vrasje të kota për këtë Alibejn. Vetëm që ti merrte lek. Po. Jo, ai e mashtronte, i thoshte për shembull si thosh që pjesëmarrës në atentatin e vllajtën ka qenë dhe filane. Dhe i thoshte emrat të dorës 5-6. Shiko, ky në një nga takimet, i cili është faktuar që sipas dëshmive të tij që ka pasur me Suel Çelën në mos gaboj në Holland. Kush? Ky Erion Alibej, sepse në fillim dyshimi ishte që mos është grupi Suelit dhe Sueli ka kërkuar. Po me Suelin këta pse u prishën? Ka pasur një konflikt ky me një tavër të Suelit në cilin thuhet që ka shkuar konfrontimin në qëllim me armë, po pa rrezik. Edhe ky dyshonte që për shkak të këtij konflikti mund të ishte kjo akmarrje, po ishte tepër dhe në takimin që ka patur me Sueli s'kishte gisht në. S'kishte gisht, ai ka thënë që duroj, ka thënë në këtë takimin e famshëm, sepse kodi tregoi të gjitha, por unë betohem, i thoshte ai për kokë të Xhonit, dhe Xhoni është i vllai Suelit që unë nuk kam lidhje. Dhe është një situatë asuste. Pastaj pse u armiqsuan këta dhe filluan luftë? Nuk patën një armiqësi të madhe, ky armiqësinë më pas e kishte dhe ky e mori vesh. Me çopjat, sepse këta kanë thuhet që ka humbur një dërgesë mbi 50 kg, një sasi kokaine, në të cilën ta punonin bashkë më përpara. Kanë bashkëpunuar dhe këta pretendonin që ky Elton Alibej, i quajtur Tarzani, vllai i Erion Alibejt, ka qenë personi shkaktar që i ka vjedhur dërgesën. Ose që ka bërë golin që ka këta në gjuhën e famshme. Dhe personi me cilin ta kanë qenë në këtë dyshim është një zotëri i cili sot është në Dubai, Kel Kamami mos gaboj, i cili thuaj që do hitë edhe në erë gjithë pallatin ku jeton Erion Alibej. Pra ka tentuar që të negocojë me një nga këta të botës së krimit, që të hedhin në erë me dinamit, me tritol, një pallat 6 kaç në Elbasan. Vetëm që të vritej. Këto si ka bërë asnjë mafie në botë. Po, dhe nuk ka pranuar Nureddin Dumani bashkë me grupin e tij me Henrik Hoxhën dhe me këta. Se Nureddini i tha. Po, Nureddini Nureddini punonte për dhe për këtë. Po.
Dhe thuhet që ditën që ka ndodhur vrasja e vllait tim Bradashesh, ta kanë qenë duke vajtur, ta e dinin, ta ishin shkaktarët, se ta kishin Po paguar. nuk e dinin në të fundit, kush e plagosi? Taloçela e plagosi? Thuhet që në atentatin të kanë dashur i kanë bërë një porosi. Para se t'i këtë në fjerë, Po, ka para se policia. ai dyshon që e ka bërë grupi Suel Çelës. Pra i jepnin porosi dhe në fund mbasi ka mbaruar porosi. Ky dështë të vriste Talon në atë ditë. Po, këta kanë qenë bashkëpunëtor me Talon dhe pastaj janë prishur. Shko këta gjithmonë prishin për pazaret ulta. Do bëjmë të punë, do t'jap 50.000. Njerëz ordiner, që Bravo. s'din t'i mbajnë marrëdhënie. Bravo, pastaj japin 30.000, do t'jap dhe 10 të muaj, 10 të muaj, pastaj i zhduken, kështu fillon gjithë armiqësia. Grindje. Plus edhe këta kanë një gjë që këta kulen në për tavolina se janë dhe konsumator kokaine, alkooli, femash me pagesë. Dhe këta duan të tregojnë. Dhe kur aty fillon problemi, këta duke treguar janë shumë thjeshtë këta të kamen. Këta zgjidhin tavolinë për shembull, shiko se unë vras më mirë se ti, se unë kam më shenjestër, unë shkova kështu. Mjafton çik të punosh me përgjime Me mirë përgjime me me këta. këto, po. Ja u kap të gjithë. Shiko, këtu në Shqipëri mjafton që t'i japësh realisht Ky Nuretini fuqi një grupi special. Duket se spinte Nuretini. Pinë më të gjitha ta pinë janë konsumator të edhe substancave narkotike dhe të gjitha, sepse duan që mos kenë presion emocional kur i bëjmë punët edhe mos kenë stres. Sa ata i tërbon ankthi, ma aq veta sa vrasin edhe ti imagjino, siç ka thënë ky në dëshmitë e veta, dyshohet që këta vëllezërit atje i ka vrarë Taloçela. I ka vrarë që mos i dilnin sekretet, ai rinte te shtëpia e tyre. Mamaja atyre i bën të ushqim dhe thuhet që pas se tik dhe i ka vrarë. Ai thotë që i ka vrarë Nuretini, pa këtu s'merret vesh. Po një njeri i cili vjen, fshihet te shtëpia jote dhe pastaj të ekzekuton ty, s'ka më diabolicizëm. Atë gjihet janë nga Lushnja. Jo, është tjetra i lajtë. Gjithë këta janë ka qenë pjesëtar të organizatës të Taloçelës. Këta jepin makina me qira dhe ndërkohë ishin dhe vrasa me pagesë ose grabica. Ky Talo nga ishte, nga Bradasheshi, nga ishte. Nga Elbasani, ato fshatat e Elbasanit aty. Këta janë që gjithë personazhe Fredi që kanë filluar karrierën kriminale duke vjedhur pula, duke vjedhur në përshpite fshatarëve, duke vjedhur, ja, si thoshte Shaliu Prerion Braçen, xhepist në për autobuza. Dhe pasaj kuptohet që krimi avancon, fillon të bën një punë, bilesi janë gjetur fotot Nurettin Dumanit, ku bënte fotografi me vllajën e vet me tufa me 10.000 leksha, kur ka bërë punën e parë. Vllai Nurettini. Nurettini bashkë me vllajën e vet, me këtë që ja ekstradum. Ka foto në internet. Ai e ka tërhequr Nurettinin apo Nurettini? Nurettini ata. Nurettini ka filluar. Ai është më i vogël. Nurettini ka filluar punën fillim si ai duhet vetë, ka pranuar dhe ai duhet pulash. Por edhe këta të fushkrujës ai duhet pulash kanë qenë fillim. Nurettini ku ka jetuar? Në rrethinat e Elbasanit, në këto fshatat që janë aty diku këtej nga Bradasheshi, Pajun, që janë këto ku shkon për në Belsh. Këto zona periferike. Edhe këta dilin në Elbasan, shiko, Elbasani gjithmonë ka pasur grupe të cilat përdornin, si thosh këta njerëzit e fshatit që donin të hynin pjesë e botës së krimit. Po gjithmonë grupe që kanë konkuruar, që kanë qenë në drejtim, kanë qenë brenda Elbasanit. Siç janë për shembull klanit dikur që ishte Çapja, që të cilët ranga pushtetit, Çopja, grupi Qazim Sejdinit dhe ëndrri Qazim Sejdinit ka qenë shumë i fuqishëm kohën që Qazim Sejdini ka qenë kryetar bashkie, madje ka qenë nga njerëzit. Po, të Suel Çelës, pastaj thuhet që ai ëndrri i degradoi për shkak se konsumonte kokainë, shumë alkool e këto. Dhe i ra, si thosh ai autoriteti dhe ndikimi. Përfundoi sa vriste dhe shokët e vet që rinte për shkak se nervozizmi, konsumi i substancave narkotike dhe këto. Por ajo që të bën përshtypje, shiko çfarë lidhje. Këta që gjithë kanë qenë në fillim bashkëpunëtor të dhëndrit. Ky është i dënuar në Burg. Është në Burg, po, të Qazim Sejdinit. Vrau shokun e vet. Vrau shokun e vet. Po çfarë vravi? Po sepse ky dyshohet që ka grabitur një person të rëndësishëm i cili ka restorante gjëra aty afër. Thuhet, nuk e dim, po është dyshim. Edhe ky sanxhaktari i tha pse e ke grabitur. Bravo, se s'kishte marrë lejen e këtij. Dhe këta kanë kështu me autoritet që mbajnë përgjegjësi për çfarë ndodh në ka qenë në hierarki më poshtë, pse e ke bërë pa lejen e oficerit, pa lejen e komandantit. Pa lejen e komandantit. Gjëra të tilla, pavarësisht çfarë flitet, nuk ka lidhje fare ajo që edhe ka shfrytzuar një moment që kanë qenë duke konsumuar kokainë, alkool dhe bazaj ka qenë nga orët e mëngjesit. Po, gjithë natën kishin ndetur bashkë ata, pastaj kishin filluar me këto, unë qelloj më mirë, ti qellon më keq, ata vëmë atë shinjestrën, kuptohet kur fillon situata rëndohet. Po, i di, ta tipa kështu se kemi hasur shumë. Shiko, thelbi është tu. Shive si është strumbullare. Qazim Sejdini ka qenë njeriu politik që këtyre krijonte çdo lloj faciliteti. Kur këta binin në gjyqe, flitet që i merrën telefon dhe gjyqtar të caktuar ose prokuror, pra kishte ndërhyrje. Nga bota e policisë dihet që ti e di kur ndodhet e vrasja e Pirin Xhuvanit, policët s'kan guxuar të afrohen te skena e krimit edhe
çka ka ndodhur, si ka ndodhur, ose kur këta dilnin. Këta pasaj duke qenë se sigurojnë votat dhe kanë pushtet, këta influencojnë në pushtetin ekzekutiv, çako? Se kush do vi drejtor policie, kush do vi shef krime, pa duan njerëz të vet. Këta e dinë edhe kush do vi, drejtori i shërbimit informativ. Këta lejojnë kush biznes do realizojë, kush jo. Këta kontrollojnë bixhozin, kontrollojnë gjithçka. E duan si feud të vetën. Dhe situata kur fillojnë pasaj luftë me njëri tjetrin, dhe sidomos kur nuk merret vesh kush hedh para këtij, kush hedh atij, aty është një situatë që del në sipërfaqe ti gjithë llumi i fshehur. Siç dolin këtë rast, sepse del kush paguan, kush mbron kë, kush kundërshton kë. Dhe njeriu dihet që është më influent aty, ai që ka qenë më i fuqishëm Suel Çela. Po këto nuk janë personazhe që unë avej fajin këtyre ose që këta janë kryesorë. Këta janë gjithmonë maska. Mas tyre fshihet pushteti politik, fshihen ministra, fshihen drejtor, fshihen mbas edhe kryeministra, të cilët i japin këto direktiva nëpërmjet personazheve të dyta e treta, sepse këta në fund ditës, siç ta thash, i duhen për vota, i duhen për santazh, i duhen për përmbarimet punëve ndryshme, i duhen për influencë. Qose vjen një investitor i famshëm i huaj dhe ai do ndërtojë diçka, kush kujton se janë ata që i ushtrojnë presion njerëzve që të heqin dorë nga prona, ta shesin kur s'duan ta shesin. Si është bërë siç është. Ose në Napoli, hotelet e famshme të mëdha me 5 yje, si bënte mafia, i kërcënonte qytetarët, do marshesës dhe pikë, pranon na njëri idhin ata nga pallate. Edhe thoshin e bënin shembull, tjerët e idhin, ja për këtë i duhen këta. Shiko, Morsi, nyja nga Qafethanës deri në Durrës, nëpërmjet Elbasanit, Librazhdit, Prehensit, është një nyje shumë e rëndësishme për trafikun e heroinës, nga lindja, nga Turqia, nga janë dy ato që quhen Trekençe Art dhe zona e Afganistanit, gjysmëna e Art. Dhe heroinën tashi e kontrollon kryesisht në një sasi të madhe të përqindje nga gjithë heroina që qarkullon, e kontrollon familja Windsor dhe disa familje të tjera, familja mbretërore. Dhe këta që punojnë në kështu, si punë e këtyre të Elbasanit e kështu, këta janë menaxher. Këta janë ata që punojnë në zezë, janë pa licencë. Po. Më kupton? Po. Sasia kryesore e eksportit kalon me kamionët tir. Ngarkohet atje ku ngarkohet dhe këta kanë bërë ligjin ndërkombëtar që ku kalon kamioni i tillë nuk kontrollohet as gjikundi, vetëm në pika Yrse dhe Dalës. Ose që është kompania e transportit e kontenierëve Maersk, që është në fuqi. Dhe këta familja mbretërore e bën transportin e heroinës vetëm me kamiona të tillë. Pra, pjesa e Luanit kalon këtu. Këta marrin thërrime, kupton që punojnë kështu, dalin jashtë tregut. Babakarloja janë këta, të mëdhenjt, kupton? Dhe policia këta kanë të drejtë që asnjëherë ato kamiona mos e prekin, mos kupton, të kalojnë sigurt. Kupton, kamionat e këtyre. Këta e kalojnë drogën me kamiona plot këta Babakarloja. Kurse këta janë pisat e veckël, kështu që punojnë, domethënë në krahasim me ata thema. Dhe tashi këta punojnë në zezë dhe qeveria e ka për detyrë t'i zbulojë dhe t'i kapë. Në bashkëpunim dhe me këta. Mirë, po për këto shkaqe qeveria nuk e dëgjon shumë Babakarlon dhe i thotë dëgjoj kaq kemi aftësi për t'i kapur. Dhe shpeshherë u japin ata me këto enkroçate dhe me këto ja ku I keni tash I thotë me përgjime me tëra s'keni kush mangeni. Dhe këta detyrohen tash që o I arrestojnë o I kërkojnë për t'i arrestuar nëse ata kanë I shkatrojnë në represion administrativ I drejtat ekonomike. Dhe detyra e këtyre është të rinë në errësirë, mos dalin asnjëherë në publik, krymbi. Kupton, të rinë gjithmonë në errësirë. Në qoftë se këta dalin në dritë në opinionin publik dhe s'kan dalë në dritë akoma për Babakarlon, se kanë punuar me shumë kujdes fjala vjen, këta menjëherë digjen. Por edhe në qoftë se këta s'bëjnë ndonjë krim për opinionin publik këtu, s'dalin në dritë janë në errësirë, po I zbulon Babakarloja ande me mjetet e sofistikuara që ka, edhe I thotë qeverisë, ore, këta kanë bërë këto, kështu që duhet t'i eliminoni sepse ata I kanë konkurrencë. Disi I kanë konkurrencë? I di ata luanët kur kapin një pre të madh dhe fillon një luan I madh ose luan edhe urin ca hiena atje rreth e rrotu. Që presin të stanë kermën. Kupton? Mirë po luanët s'duan të shqetësohen. Edhe ata ju mblidhen, ju afrohen atje. Edhe luani tash I Babakarloja ju thotë tyre, na ish këto hienat se s'duam të shikojmë këtu vërdall. Kupton?
Mi po problemi është ju thonë kur i shikojnë se ka hjena që rinë të fshehura në mbare, presin derisa të gjenë momentin. Kupton? Dhe këta kështu janë këta, janë këto hjenat që anë kërmë. Më kupton? Dhe hjenat gjithmonë anë kërmën tuf. Mi po fillojnë zjenë hjenat pasaj me njëri tjetrin kur vjen ke kërma, edhe trazojnë gjithë jetën e të tjerëve, kupton? Se shumë e bukur. Prishin rendin, prishin, kupton? Ke dhe një lloj figuracioni që është perë dhe ajo i simbolizon tamam. Këta gjithë janë një hena që në fund po ta vesh re dhe ai tregon situata e deklarimit të Leon Alibejt dhe të Nurettin Dumanit, që këta në fillim futen bashk, janë miq. Kur fillon para pra preja, kërma, fillojnë golat, do ha unë më shumë, do ashti më pak, dhe desa në fund përfundojnë që... O Marsit, ne jemi rritur në kushtet vështira në vitet 88, 89, 90, 91, 97, 98, 2000. Kemi parë të bardhet zinj të kuqet verdhë, kupton. Ja, diun psikologjin këtyre, kemi dendur në për lagjet vështira, kemi bërë punë të vështira, kemi punuar në për minjera, kemi parë lloj-lloj pianesësh, lloj-lloj shërgjinsh, lloj-lloj ordinerë, se diun se janë këta. Shiko, mora njërin unë. Këta dhe kur bëjnë para, Fredi, këta i bëjnë parat vetëm që të bëjnë luftë me njëri tjetrin dhe të bëjnë burg. Pa nuk se i shijojnë paranë edhe kur e fitojnë me këtë punë. Njëri nga këta që kishte qenë i fort në Korçë, kur isha unë deputet, kandidat për deputet, isha në zona e rrezës së fshatrave, ande nga Voskopi, Polena, që ishin ato Porodine, dhe Pula, edhe më thot njëri aty në lagje që kishin si fort, kështu, kupton? Kishte qenë ja dy në përburgje, kështu, është me emër në Korçë. E më thot mua një shok të tore, ta marrim të ato, pse ka ja dy kushurin, thot, në filan fshat, thot, edhe ata më fisi matë, thot, mos i bëjmë, thot, të botojmë për ballin kombëtar. Edhe i them unë, edhe kështu me origjina ju ishte kështu i djathtë, i persekutuar nga fare fisi. E them unë, po më le të vi, thash, po ky është çik problematik, ta marrim kur dalim në darkë, thash. Edhe morëm në darkë, e mori një nga ata çunat me makine, vajtëm atje, na organizoi një takim atje, ky me ata kështu. Dhe mbaruam atje, shumë mirë. Edhe dolëm. Domethënë, angrëm pim bashkë atje, kupton, një darkë. Edhe dolëm, u kthyem 5-6 kilometra, 7 kilometra u kthyem në Korçë. Edhe e zbritën këta çunat nga makina, afër derës së shtëpisë. Edhe siç ishte kështu, me bëri neve, tha, këte do merë një uve, tha, do mbisni, tha, të tërë, tha, të gjëndi, do me thënë, imaginon të i këta, do me thënë, unë që dita, tha, po kë, angri pivi, tajnë me ne, erdi u përpoq për ne dhe në fund ne beri këshu, kupton? Do me thënë, janë njerës që janë në regull nga komiteti qendror, nga alkooli, nga këto opjatet, kupton, do me janë njerës që... Ta janë të rrezikshëm sepse në çdo moment Fredi këta dalin nga si thosh linja etike e një tavoline, një bisede, domethënë janë ordiner, nuk janë profesionist. Kupton? Janë ordiner. Kur profesionet i bëjnë njerëz ordiner dhe në një gjenerik po të shkosh dhe në një elektricist. Kur s'ka komunikim. S'ka komunikim, kur është ordiner, domethënë, kupton? Këta janë ordiner. Që të përgjigja ime cigare pa e hequr ti flet, po shrada e zënë. Kupton? Janë ordiner. Mirë, Marsit, përveç luftës kundër krimit organizuar, SPAK-u ka një detyrë të luftoj dhe korrupsionin dhe në nivelet më të larta që është ndaluar është ish kryetari aktual i bashkisë de facto Erion Veliajt, të cilit GKK-ja i dha masën që kishte kërkuar. Edhe gjykat lart të njëjtin fat do jetë. Duket që Erion Veliaj do të ngelet në burg për një kohë të gjatë dhe nëse kur në çfarë faze duhet merret vendimi që të për formën e ndalimit që ai të ketë zgjedhje të parakoshme. Vendimi gjykatës apeli quhet i formës prerë, por duhet kalojnë në mbi 6 muaj, domethënë që nuk vazhdon ushtrimi i detyrës, që të quhet që nuk është më kryetar në detyrë që të përsëriten zgjedhjet. Në këtë sens, ai ka qenë shkurt Fredi, kështu që i bie diku nga fillimi i gushtit, nëse ai nuk lirohet, në shtator do kemi zgjedhjet parakoshme dhe me shumë mundësi do kemi zgjedhjet parakoshme.
Mirë, po to zgjedh Kush i shpallto ligjërisht i shpall presidenti apo i kërkon jo, këto kryeministri? Tash formalisht ajo është Këshilli Bashkiak nëpërmjet kryetarit të Këshillit Bashkiak thotë që nuk konstituohet sepse s'është kryetar, nuk miratojnë disa vendime etj. Por formalisht pastaj ato i shpall presidenti, por dihet që partitë bëhen gati, sepse presidenti është ai që i shpall dhe që merret me këtë gjë. Dhe presidenti ka kompetencë kushtetuese. Thelbi është që nuk është se bëjnë zgjedhje për këshilltarët bashkiak, thjesht zgjedhjet në kryetari i bashkisë. Po, vetëm kryetari, ai që në kuptimin që dhe ai që do vi kryetar nuk është se do ketë si tush ekipin e vet, kandidatët e vet që i kanë në formë. Pra njësoj sikur të jetë parlamenti, po të bëjnë zgjedhje vetëm kush do të kryeminist nga mazhoranca. po Mirë, do, po do jetë një kryetar bashkie i dobët honorific. Por që mund të fitoj pushtet politik nëse është nga opozita, në kuptimin rritet në aksionet politike në opozitë. Për shembull, nëse konkuron zonja Tabaku, ajo de facto dhe de jure pasaj është e prirur për të qenë kryetare e Partisë Demokratike nëse fiton zgjedhjet, sepse mori një mandat. Kush mund të jetë nga Partia Demokratike? Nuk ka guxim, Fredi. As Ilir Ali Mehmeti, as zonja Tabaku, unë mendoj do jetë dikush nga këta të listës të hapur që ka marrë shumë volla, nga këta tirancët. Po, ky Ilir Ali Mehmeti, po. Ilir Ali Mehmeti ka qenë një nga njerëzit këta e quajnë si prurjet e re kështu. Ai ka qenë një nga ai për pandeminë, unë kush janë me pandemin, ai Tritan Sheu atje, ai Kerma që dilte dhe si kone atje në parlament i thriste Edi Ramës. Pse i bënon vaksina? Po, vaksina. Bashkë me atë, si atë emrin ti çpari, që ajo femra që Po me gjithë atë Albana Vox. Albana Vox, të dy këta mostra. Po. Vaksinoni, do vdisni. Elmoni shqiptar. Po. Madje Ilir Ali Mehmeti ka marrë. Ajo Ilir Ali Mehmeti dilte dhe apende isheshe kështu sikur vlerëson të këtë anën umane që njerëzit kanë të drejtë, po unë i kam bërë për vete 3 vaksina apende. Edhe i bëjë thirrje njerëzve të bëjmë vaksina. Fuck you është për të thënë gjithë. Do më thënë, vetëm ky mos vinë atje në krye të Po s'ka shanse të vinë, s'ka shanse. Se thonë është ardhë me PD, se ky mosër jo bështes. Do të them një Ose një budalla. Do të them një batut perl që ka thënë Muslim Murizi. Ai tha shfik si Pandeli Majko, kur e sheh nga televizori duket burim një, të takosh nga afër e kupton që është një rrot. S'po e them atë rrot mulliri. Po. Nuk dit lidhje dy fjalë. Aty ndaj gjëra të pandemisë, nuk dua ti shikoj ti ke afër këta që kanë mbrojtur pandemin të këta mostrat, këta qofse ka zot në këtë botë ka karmë, duhet japin të gjithë ta që helmuan popullin shqiptar, duhet japin një ditë llogari. Dhe Ilir Ali Mehmeti Një nga kryesorët dilte urte butë si vemi e kështu, ja vetë kërë, po njerëzit që kanë drejtë, po duhet i bëjnë, sepse shkenca dhe unë kam bërë 3, unë kam bërë. Mirë, Marsit, unë pas të sjarimi që bere kështu për, si mendon ti për Erion Veliajn? Unë them që mbaroj politikisht, Fredi, kam thënë, kudo që dalë. Po, kemi pasur të njëjtin mendim. Fundi politik i Veliajt. Po, edhe meritonte dhe ishte një fat i madh se ishte një monstër. Ky theshte njerëzve, i theshte dëgjoj, në qofë se zvjen Muhameti ke Mali, do vi Mali ke Muhameti, e ka thënë 3 herë. Do t'ju vi unë me vaksinatorët dhe me ushtrinë, do t'ju bëj vaksinat. Erion Veliaj, fuck you atje ku je. Vetëm për këtë fjalë që ke thënë për të bërë vaksinat, e meriton dhe na gëzon që të paguash sa më shtrenjtë për ato që ke bërë. Për të gjitha të tjera. Po e paguan. Tjetra, flitet që ky, si këshemi në që kishë shkruar me pseudonim këto akuzat. Nesti Angoni. Flitet që është ky mostra tjetër, ky që vishte me recipeta ky, dhe ky është një mostër. Ky flitet që po pëson dëshkimin për tradhtin që i bëri Erion Veliajt. Po, në fund Rama e flaku dhe këta, se tradhtarët e meritojnë. Rama s'është më shkomod, shitit gjithë, thërifet, pushtet. Sepse unë e ka thënë filozofina i kurban. Shiko si është puna. Unë po ira me ty të bëj një pislik dhe të spionoj, jam 2 herë pa karakter. Normale. Në qoftë se ti më fton mua të bëjmë një pislik bashkë dhe unë s'pranoj, është detyra ime të zgjedh pastaj si do veproj, o të kallzoj, o të mos flas dhe të shikoj punën time. Ky mazniku i përket klasës së parë. Unë njerë që të mos e zgjat shumë se dhe ti ke punë, kur ky ishte zëvendës ministër arsimi, mu bë një nga ca miqtë mi që kanë kompani
Po, multinacionale, nga më të fortat në botë për këto çështjet e interneteve këto, e mu propozua kur tyni në BE, tha, ju duhet të plotësoni disa kritere në arsim. Dhe një nga këto kriteret në arsim ishte përdorimi i elektronikës, i laptopeve të studentëve dhe të shpjegimit. Kupton, ti mund ta shpjegosh mësimin nga avioni. Po. Kupton, ata të ndjekin atje në sallë ose mund të ndjekin edhe në shtëpi me kompjuterin e tyre. Me programet e. Po, edhe këtë programe kam futur në gjitha vendet e BE-s dhe më tha mua ky çmimi për shembull, nuk e mbaj mend që paguan studenti për këtë shërbim në universitetet, është më duket se $20 në vit. Në muaj. Dhe këta i paguanin kompanisë universitetet, si pas kontratave që kishin lidhur rreth 12-14 euro, dhe fitonin dhe universitetet 7-8 euro. Dhe tha, unë do t'ja u bëj juve, tha, me 6 euro, tha. Edhe këta o t'a lidhim kontratën, tha, për 15 vjet ose 20 vjet. Sa i desh të kapte tregu. Edhe tha, nuk keni nevojë të mbani, tha, ekonomistë në për universitete, personel, tha, sepse të gjitha, tha, zgjidhen online, tha, hyrje, daljet e studentëve. Dhe ky nuk paraqitet. Edhe ne sollëm këta dhe i thamë që ora të rregullosh bazën ligjore, sepse kjo një ditë do kërkohet kur ty jetë në BE. Dhe kemi këto përfitime që kur hyn kjo kompania, që s'po ja them emrin, nga më të njohura në botë, kur hyn kjo, nuk diskutohet më nga BE-ja që e ke plotësuar standardin. Më kupton? Edhe e çova në takime këta, i kërkova ministres, nuk e mbaj mend kush ishte në atë kohë, edhe na delegovi këta, zëvendësministrin, në takim. Tashi, unë i solla njeriun që kur ishte presidenti Obama, sa herë vinte ky në Shtetet e Bashkuara, e njoftonte, ai e priste për darkë në Shtëpinë e Bardhë. Nuk kupton, imagjinohet çfarë personalitet i kam sjell. Dhe ishte herë parë që vinte një personalitet aq i fuqishëm në Shqipëri, në këtë fushë. Dhe ky e dëgjovi dhe i tha, dëgjoj, tha, ne nuk e kemi prioritet tash, tha, këta. Okej, deri këtu në rregull. Tha, mund na ndihmoni, tha, se kemi këto xhamet e nevojtorëve të thyera, tha. Mund të na ndihmoni me ndonjë fond ta të rregullojmë xhamet e nevojtorëve. Shikon sa uli stekën. E thash unë shqipi, thash unë, je shmandur ti, thash, çafleti, thash, jenë të rëzit çaflet apo jo? E kështu duke qesh. Do më thënë që çfarë na flisni ju për të na çuar në enë, ne s'kemi xhame për nevojtorët. Po pse për xhamet e nevojtorëve erdhi ai? Ai erdhi që t'jap dritë, ti thua më ja, çka ti ku me vërtet ka me nevojtorët në xhame, ka dhe me hekur. Kupton, do më thënë. Do shkoj atje po. Ta e kishin mendjen i vodën njerë thonë një bicikletë që bënde, ku du, një 7-8.000, 10.000 euro, kupton? Vajti se gjeti atje, se blem një tjetër, nuk është problem fare. Më kupton? Do më thënë, këta mostrat që soli kjo... Rilindja këta mjafti, këta janë mostrat, më dha që i promovovi Kadareja, vajti jo da oksigenat. Mirë, po e mbyllim bisedën se dhe ju tash i kini... Jo, dhe unë do t'jem sa më shpesh me këtajtësi më të madhe. Do mblidhemi përsëri, do diskutojmë. Me këtajtësi më të madhe. Kisha qef, do më thënë që të flisim për geopolitikën, e kështu po për shkak të kohës, sepse avokati ka një problem, tash i një takim pune, po e mbyllim këtu, duke ju kujtuar të nderuar shikues dhe ndjekës të kanalit ton, hiqeni gurin e Sizifit ata që se kanë bërë akoma subscribe, dhe një subscribe nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe mirupafshim. Natën e mirë.